Një propozim I ri po diskutohet në zyrat e Brukselit për mënyrën e pranimit të vendeve të reja në blok, por pa të drejtë vetoje dhe vote. Propozimi për të ndryshuar rregullat e antarësimit në Bashkimin Evropian është në një fazë të ershme dhe do të duhet të miratohet nga të gjitha vendet ekzistuese, sipas asaj që thanë diplomatët evropian dhe një zyrtar I BE-s me njohuri mbi diskutimet. Ideja është që antarët e rinj do të fitojnë të drejta të plota pasi BE-ja të ketë rishikuar mënyrën e funksionimit të saj për ta bërë më të vështirë për vendet individuale që të vënë veto ndaj politikave. Iniciativa do të lejonte vendeve që aktualisht janë në rrugën e antarësimit që të gëzojnë shumë nga përfitimet e antarësimit në BE, por pa të drejta vetoje, diçka që qeveritë e BE-s e kanë çmuar gjithmonë si mjetin përfundimtar për të parandaluar politikat e Bashkimit Evropian që nuk u pëlqejnë. Mendimi pas propozimit, I cili po diskutohet në mënyrë jo zyrtare midis vendeve anëtare dhe Komisionit, sipas të njëjtëve diplomatë dhe zyrtar, është se pranimi I vendeve të reja pa të drejtë vetoje, të paktën në fillim të antarësimit të tyre, do të lejonte atyre të bashkoheshin me kushte më fleksibile pa kërkuar një rishikim të traktateve themelore të Bashkimit Evropian, gjë që nga disa qeveri shihet si një nisëm e pranueshme. Më parë udhëheqësit e BE-s kishin këmbgulur se një rishikim I tillë ishte I nevojshëm përpara se bloku të pranonte antar të rinj si Ukraina, duke theksuar rrezikun e rritjes së bllokimeve në Bruksel. Megjithatë, përpjekjet për të hequr të drejtën e vetos dhe për antarët ekzistues të BE-s kanë hasur në kundërshtim të fortë, jo vetëm nga Hungaria, por edhe nga Franca dhe Olanda. Ky propozim duket se u është bërë me dije liderëve të Ballkanit Perëndimor në një panel në Londër, ku ndodhet edhe kryeministri Edi Rama, I cili ka shprehur mbështetjen e tij. Marrja jonë si antar me një status ndryshe është e mirëpritur pa të drejtë vetoje. Votimi për sa kohë BE do të reformojë veten. Kjo reformë ka qenë kryefjalë për kaq shumë dekada. Është e vështirë të reformosh mekanizmat. Kur vjen fjala për të vendosur, ne jemi linjë dhe ndjekim, deklaroi Rama.